Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky bëri një apel të fortë për paqe me dinjitet, duke kërkuar garanci të qarta se Rusia nuk do ta sulmojë më Ukrainën. Këtë deklarata i bëri gjatë vizitës në Berlin, ku po përgatitej të takohej me përfaqësues të lartë amerikan dhe aleat evropian. Zelensky u shpreh kritik ndaj përpjekjeve të administratës Trump për të arritur një marrëveshje paqe që sipas tij ishte përfshirë kërkesa që favorizonin Rusinë. Presidenti i Ukrainës theksoi se Moska ka vazhduar luftën me sulme të rënda ndaj qyteteve ukrainase dhe infrastrukturës, duke përfshirë goditjet në rrjetin e energjisë dhe furnizimet me ujë. Takimet që po zhvillohen këtë fundjavë në Berlin përfshin një delegacion të dërguarit të Donald Trump, Steve Witkoff, dhe dhëndrit të tij Kushner, të cilët udhëhoqën bisedimet mes Ukrainës dhe Rusisë për një mundësi paqeje. Samiti në Berlin ka si qëllim të krijojë mundësi për të forcuar mbështetje dhe për të diskutuar hapat e ardhshëm për të arritur një paqe afatgjatë në rajon.